antarë, 13 antarë të Këshillit janë prezent dhe 2 antarë Herald Marku dhe Almir Marku janë online, po si janë që e bëjnë hyrë online direkt. Kanë drejtën e tyre të hyjnë online. Po nuk janë këtu dhe hyjnë online. Kanë të drejtën e tyre, është ligjore edhe prezenca online. Atëre, megjithatë edhe po të posishin ata, forumi është, kështu që mbledhja e është. Që t'ju thonë, në t'i ndalim na. Atëre, rendi i ditës, kemi 2 pika në rendin e ditës, përgatitim për miratimin e ndihmës ekonomike, 1 mars, dhe përgatitim me numër protokolli 1251 për dhënien e autorizimit në lidhje në marrëveshje specifike me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për kryimin e subjektit të kompetencave të përbashkëta për kryerjen e drejtarisë së furnizimit me ujë, gazim dhe përfitimin e ujëve reflektorë në territorin e Bashkisë së Shqipërisë, miratimi tërheqjes së sekretarit të fshatit në Durrës, Njësia administrative civil, Zotit Nën Gjëndeshaj, dhe pika 4, shqyrtim në seancën e pjesave në pjesave. Kush është dakord me rendin e ditë? Kundra, s'ka, abstenim s'ka, miraton. Dhe fillim me pikën e parë të rendit ditës, miratimin e ndihmës ekonomike, pa kush. Atëherë kush është dakord? Miratohet, kundra s'ka, abstenim s'ka. Pika e dytë e rendit ditës, dhënien e Jo, u votohe, po ti mund të flasësh. Po. Po. Po duhet ketë aplikuar, duhet ketë një sistem. Po. Jati që ka pas gjezhnu gjezhje mësuesi, edhe me 18.000 lekë si mund të jetojë ajo që mund të bëjmë në nima në gjë që shikohet o një ushqimore të paktën të futet në një paketë ushqimore, sepse nuk ka asnjë njeri, nuk e përka kurkush, nuk e përka asnjëri. Kush është ajo ti? Nga Kullazhiu e gjezhnu gjezhjit atij mësuesit, pa i ka dek edhe ajo është e vetë, s'ka qenë martuar dhe është 18.000 lekë vjetër, paktën një ushqimore, paketë një ushqimore, ajo është as sa punë, ë? Ajo 50 vjeçë pra, kur sa mund ajo mbosh punë është, po kujt e gjet atë punën e asaj në mëjet malit. E vetme të përhershme dhe e vetme është mëjet në kunor, pashke. Pashke Gjoka. Është shumë problem. Për mua do të ishte që të paktën o nima ushqimore, o një diçka, në i lek me i kalua, unë se di se si mund të jetoja. Faleminderit. Atëherë për pikën e dytë të rendit ditës, Manjola. Në bazë të hartës, në bazë të territorit,
për Kurbinin, Lezhën dhe Mirditën. Dhe me një shkresë ka kërkuar autorizimin e Këshillit Bashkiak, shprehjen e pëlqimit për bashkimin e këtyre shoqërive në një drejtori të vetme në rang qarku. Veprimtaria e ujësillës kanalizimeve, ajo që është aktualisht bashkimi i shoqërive ujësillës kanalizimeve në një drejtori të vetme në rang qarku. Do me thënë, bashkimi i drejtorisë ujësillës kanalizimeve Mirdit, Lezhë dhe Kurbin në një drejtori në Lezhë. E njëjta veprimtari është që ka sot për sot shoqëria ujësillës kanalizimeve, që është furnizimi me ujë të pishëm, largimi i ujërave të ndotura. Kjo është veprimtaria, nuk është se ndryshon veprimtaria. Është thjesht kjo është pjesa e qeveria ka të marrë një reformë ose reformës ujësillës. Nuk është problemi vetëm në çfarë kupton. Duke qenë se ujësillësat janë jo eficiente për momentin, janë 38 me jo eficiente. Kalimi i aksioneve të pushtetit lokal nuk rezultoi i suksesshëm, se problemi ka qenë 2015. Dhe sot për sot, ujësillësat janë pronë bashkive. Duke mos jenë me eficiencë, duke mos pas mundësi që bashkive të japin subvencione, sepse ujësillësat sot për sot mbahen me pati do shpjegoj. Sot për sot mbahen me aktinë dhe subvencione. Po, hiqet përcia nga bashkia. Po dy nisën nishin nga bashkia dhe kalon në një drejtori të vetme. Akoma nga qeveria, jo nga pushteti lokal. Tani thot qeveria thot, nëse ti do me marrë si pronë, duhet japësh subvencione si pronar. Se pronari është bashkia. Nëse nuk ke mundësi, atëherë do ka të bëhet një reformë. Reforma në kupton me të forma. 51% e aksioneve përket ministria. 29% përket bashkia. Por për me bon këtë proces, duhet të autorizojnë kryetarët e partive të bëjnë marrëveshje me njëri tjetrin, me kryetarët. Që ne jemi dakord të bashkojmë aksione. Kuptoni? Pra, aksionet do bashkohen në bashki, por të vinë aksionerë dhe qeveria, edhe ministria. Asta bëjmë pyetje, autoriteti Tani jam komunat ja shpjegoj deri në fund. Nga 29% e aksioneve që kanë pushteti lokal, bashki. 29% të personave me numër abonentësh. Supozojmë Lezhë ka 20.000 abonentë, Lashe ka 7.000 ne kemi 3.200. Dhe 29% të përcaktohet në këtë formë. Pra, do të jetë edhe shteti bashkëkomunal dhe pushteti lokal. Por, do jetë një ndërmarrje rajonale. Që s'ka varësi nga bashkia. E ngjashme me OSHE. E ngjashme me OSHE. Ka një pyetje, ta bëjmë pyetje. Patjetër. Unë du për shembull aty ju sa abonent paguajnë me bashkimin e Lezhë, sa përqindje statistik, sa paguajnë bashkimin e Laç, sepse unë jam i ditur se bashkia e Mirdit ka abonent që paguajnë më shumë. Sepse shkona ne atëherë sa do të paguajnë Laç. Nëse pagojmë sa do të 80%, shkojmë të funda atje për pa. A me problem me as informacion sa ka mund. Nuk po. Lezhë sot për sot është me eficiencë. Pra nuk është me borxh. Sepse ka është bërë një investim nga qeveria gjermane dhe njëkohësisht sa pagojmë. Ja tani zemë. Eficienca përcaktohet nga çmimi dhe investimi. Lezhë ka vetë çmimin para 6 vjeç, e ka 760 vjeç. Lezhë ka 24 ore valla pranë ai paguën ashtu. Lezhë ka 24 ore. Po ta marroj. Dhe ka investim e ka të kontrolluar që të përfaqësoj 100%. Ka aktivit të 90%. Po, por 24 ore
Ndërsa ujësjellsi i Kurbinit kuptohet që është me probleme, por edhe atje rrjeti është në përpunim e sipër. Ne kemi rrjetin e brendshëm që është i pa përpunuar dhe i pa filluar, që rrjetin e kemi tepër të amortizuar rrjetin e vjetër. Pra që të vjerë në eficiencë, e para duhet investimi për rrjetin shpërndarës që është teje amortizu, e dyta duhet edhe rritja çmimit. Çmimi është nën kosto. Ne çmimin e kemi më të ulë se çmimi i ujit vadis në Bukmirë. RU-ja, ne thjesht do të fillojmë, kena fillu aplikimin për rritjen e çmimit. Është enti regulator i ujit që merr vendim për rritjen e çmimit. Por që të shkojmë deri ke enti regulator, ne duhet njekim disa procedura. E para ka qenë Këshilli i Administrimit që e kemi kalu, e dyta është mendimi i Këshillit të Bashkisë që jep pëlqimin për të arritur, e treta është dëgjesa publike. Por që do të jetë mas seancës së Këshillit. Pra do bëjmë dëgjesë publike në Pallat Kulturës ose ku të jetë më e përshtatshme që të sensibilizohet. Çmimi i ujit është shumë nën kosto. Pra, urdhro? Po. Tani, edhe sikur, të kuptoj, me këtë çmim, edhe sikur aktimet të jenë 100%, ne arrim ke 1.700.000 lekë treja në muaj, kur pagat neto i kam 2 milion lekë. Unë sot vetëm pagat neto u jap punëtorëve. Kam sigurimi që nga dhjetori 2020 pa pagu. Me kanë dalë 4 punës në pension, pra janë probleme që janë të mbartura. Urdhër? Tani, Këshilli i Bashkisë jam të ju sugjeru që ta merrni me seriozitet. Nuk du me çmimin unë për vete, se? Tani fuqia punëtore e kam nën kuotë fuqinë punëtore. Të kuptoj për. Kjo ishte pyetja. Po kjo është pyetja. Dakor. Çfarë punë bën? Tu fillu çfarë punëtor e? Tu i ke ushqilën e rreth pozor, tu ushqilën e bik, tu ushqilën e shen. Ky bën të punë, sepse më ku vjen ashtutar, vjen tu diskuton, a ne jepën një vetë ta kash. Tani vjen pjetri. Shëntar pas edhe krytar këshill. Zoti Mark, tani ti atë më thon edhe përgjigjen a i do pa vetëm pyetjen. Po ti më thon përgjigjen, mos më pyet mua. Atë ta jap. Punojnë si të... Dakor, pa. Për ta transferuar. Ja, edhe shpjegimi që vjen pas. Edhe shpjegimi është shumë i dobët. I vjen të shumë sa herapi që më tjetër, që vjen në natyrë. Ani lloji këtu, ani lloji aty, ani lloji aty. Ja. Bjerë me shkrim. Që dalin studime të shkrim në moment. Kjo është këtu, kjo vendimi qeverisë, ky. Zoti kryetar, vazhdojmë me shpjegime për bashkimin e shoqërive apo? Jo, jepi Për përgjigje. funksionin e punëtorëve. Jo, në fakt. Detyrat e punëtorëve pra. Po s'po më me fol tani, s'po më me fol. Por të vish me kaq paprejësi, me bashku, kur unë shëllëtja a problematikë të tjekë, problemi unë që mjë ndinë ka këto. Dhe që riven në durës është Zoti Mark, atë material se kam sjellë unë. Shëllëtja me mjë ndinë, është me gjithë se sa sigur që ka mjë ndinë. Do sen jetë të me pishë dhe katrorë të distash me rëtojë. Ashtu, për cilin do, të të ministre të më Zoti Mark, keni kesh kuptim Ke nuk tishke na bjeni të fuqisë punëtorëve dhe që po na Po kemi tjetër gjata sot për të diskutuar. Bare punëtor të ke shtëpia.
i gjitha administratë, edhe të të administratë bashkë, qoftë të këshilë, qoftë kudo, qoftë në marrëra, të të marrë jetë të shpija. Të ne, e lësha më të negojë, për të dojë, që edhe ata 70% e pine për të krye masatë që të babaj përborë që bëtër, a kështë të babaj përborë në bëtë ma. A në që ata 70% që të në kudore, që kini në punë, që kini në shpija, a godë që janë. Pa ne më bëjmë të në përgjëre. Dhe kjo e mishë të sëpërun, e kushdo, kruje të pina, të gjartari, të më është përësit të tjera, a u të një të majtë, për ta i kam i pindur, a u të gëndjes në që të të rëndë. Po ka më nuk parë si të, nuk e ka më nuk bëjmë të, dhe për ne ka hi. Se parë zhjute e ka pasiri me më po më në rëshivë. Të 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 gjesë, të përë në direktor. E për ne të në direktor. E ka pasiri me më po. Të kështë i ka më po në gjokë personale, familiale. Mundëm? Po. Vetëm të lutëm mos më ndërpret. Mark, të lutëm mos më ndërpret. E para, jo, s'është e vërtetë. E para marrë atë material se kam sjell unë e ka sjell bashkia, sepse ministria është drejtu bashkisë, se kam përgatitur në atë material. Që t'jesh i qartë. Unë bana shpjegime sepse jam në dieni, na kanë thirrë drejtori i përgjithshëm dhe e di problematikën e reformës dhe e shpjegova me gojë. Ata ka përgatitur bashkia, jo unë. Jemi qartë për të parën. Se kam prunë pra, do të kaloj pra atë. Po, cili është mendimi jot? Vazhdojmë me shpjegimin e këtyre tani. Mirë, vazhdo. Për sa i përket punëtorit, nuk kam 70 punëtora, 75, punëtorit kam 9 normë. Sepse duke qenë se ka shumë depo, kam punëtor depo. Kam 4 ke kaptazhi i Barxhanës, që është një mangut. Pra, me kodin e punës, tani ti ke eroje ke spitali më përri dhe, ke oksigjenisa, i di me sa... Po do ta lej borimin pa punëtorë aty. Si o paroje më, çfarë flet? Ti ke paraturën, ke 45 vjetra, e kualifikimit në Barxhanë nuk i ke vëllën e marrë. Ua, do më ka kalorë. E një kurmëri, me 14 analiza të një. Tani unë e disha se jam t'i dhënë përgjigje aty, t'jap edhe ty tani. Tani rojet atje si heq dotun, sepse janë objekte. Zoti Ore, tani a dëni me... Ta lëm të flasje, po unë mendoj që kjo nuk është një analizë për sjellësin. Nëse do i bëjmë analizën, ne do të thrasim një analizë dhe po ne sot nuk jemi të marrë në shqyrtim Margo. Sot jemi të marrë në shqyrtim rritjen e çmimit. Zoti kryetar, mu më vjen keq, Omar, me vjen keq që nga 2 kuadra edhe po asi jati, të kupëshë që ka të me 300 zhjës, po ka të me të tjilë. Pse? Se jo, nuk është qeshtë. Si? Qërë fondi për shqiptarë? Për shqiptarë, për nete, për punë për gjithë. Kemi shku qëtarim nete, një djetë nuk nashë. Së është kjo, Mark, marëm shpërblimin ne për këtë punë. Merë shpërblimin 8.600 lekë për këtë punë, për si janë të arëshë. Jo, më nërë të ato në vishën, që bëjë. Jo, të më nërë të i mendim, ka nërë të që mërë të gjerë asë të. A të që të ju. Po, Nika, Nik për endë. O, Pjetër, ku ta marren, ti thëmë ty shara të një. Nika. Ja, se do është ako edhe Nika të njëjtën gjë, jepi përgjigje që jepi. Jo, unë nuk e kuptoj që objekte të rëndësisë veçantë mi lanë pa punojnë. Dhe këtë ta thëja një ish kryetar komunë dhe një drejtar. Nivelin që të kuptohemi, nuk tha njeri që të mos ketë roje. Këtu më duket se u tha se rojet nuk janë punë. Po janë të punën, Jo se të mos punën. ketë. Po hajde po shkëm, dil nga më
Po hajde pra, hajde, po hajde pra shkim pra. Ore, a je i zoti, hajde bashkë me këshilltar të shkemi. Ore, mos fol. Po, Nika. Hajde dalim e shohim. Një të fol me pa minutë, përgjësi. Një minutë, ja. Po, Nika. Jepja mikrofon. Kalbi. Është i klarifikuar. E 5 vjet oni i bëjnë analizë. Po sepse ka qenë ako, më ka qenë të në fansë. Aparatura nuk ka punë e 5 vjet. Nuk e ke punë zoti. Jetë të falë me pa përgjësi. Glorifikimi të filloj i kaptash, e ke aparaturën të 5 vjet atje. Se keni punë. Dhe ju kanë ardhur dy aparatura, e njëra duke tu ka shfarë, ka mundësi pa të ka. Dhe me të të tjerë Orleni të shtisi, jam tipo, ore, unë thash përgjësia kryesore ujpishën është e jona shpërësim. Unë i marrë analiza, robi më nërsheni çdo ditë. Dhe kontrolloj jam inteligjente me major përgjësi, po jo më sa ti më kështu. E ke klorinimin e ujë fshavi bashkë. Pa klor. Ti nuk e kem punë aparaturën. E vjen thonë u këtu kam dherojë. Unë i gjithë në kërështë objekte dhe si s'di qadoni. Kaptazi duhet ketë 3 breza. Kishit në shenë, kuj ka breza kaptazi? Si ashtë të kutët shenë, lope, kur do kutët, se kaptazi që për në shenë. A disi duhet ketë kaptazi me 3 breza do t'i. Me 3 breza. E ti kemë që të të vjetë në rase. Ashtu. E du t'i kur... Si që në e kërë. E ta më tjemë, e në e kërë. Nuk e në e kërë. Se të marë analizat të kena ditë për kërë. Nuk ka në analizat. Po, atë Nik për e një. Nika. Mendoj që jemi duhet deviju nga realitetes. Na u parashit për të dhënë një mendim për një projekt që bëhet dhe të diskutojmë. Që ashtu unë kam mendimin që nëse ashtu ta thrasim për me kryqëzu, ta thrasim mbledhjen tjetër, ta thrasim në analizë, edhe t'i kërkojmë llogari për gjitha këto gjëra që shndrojnë që janë ai din më mirë teknikisht edhe ligjërisht se si duhet të vërtet, ta diskutojmë. Por për problemin që kemi në renditës, mendoj se do të ndodhi e njëjta gjë sikur me elektrikun. Në këtë raste, përfiton ai që është i fuqishëm. Ne do të kemi vetëm rritjen e çmimit të ujit, se tjetër gjë vetëm do kemi zbritje. Do t'i dalin një njeri nga puna këtij zotnis, do të dalin pension, nuk do t'ja zëvendësojë kush, do ta shën lesh, do ta shën manim lash, ma të funit mirë ditë. Ashtu sikur atë ndodh me elektrikun, që të bien ma Herkulin bien mirë ditë për elektrikun me këtë gjendje që është, me këtë katandisje që është, zero, vetëm po bie zero, se nuk ka 5-6 punojësi elektrikut që i dalin pension, i hikin, nuk t'ja zëvendësojë. E njëjta gjë do të ndodhi me këtë shoqëri. Kjo, pse mos jemi në drejtori? Çfarë fitimi do ketë ky? Ky do të kapi veshin kështu. Do t'i hapet një tub mes qytetit, ky do të shkojë Lezhë. Ky do të jetë një brigadier. M'fal se ta fal. Më një minutë. Ky do të jetë një brigadier ashtu siç kam qenë unë një brigadier i elektrikut për mirëditë. Unë nuk kishem 1 metër tel, as 1 metër kabull, do të shkoshem në Burrel, ku ndodhet defekti. Çfarë gjë do moja ky do hikin Lezhë. Tu qenë tu. Tu qenë ke bashkia, një telefon kryetarit bashkisë, kush do të jetë, ai do të jetë mirëditor, ai do të jetë në shërbim këtij komuniteti dhe do t'ja bëjë më shpejt atë shërbim. Do t'i dalin një pension, do t'ja zëvendësojë në vend. Këto punë janë, kjo është me përforcue një drejtori në Lezhë ku do bëhet dhe pa interes për mendimin tim. Unë nuk jam në kadiu. Pa interes për mirëditën dhe unë do ta votoj kundra, nuk do të jem kurrë për këtë punë. Lashi Jalen i ka pothuajse gjitha drejtoritë, edhe Lezhë nuk bëhet fjalë, mirëditën tash vetëm ka ngel spitali. Asnjë drejtori. Çfarë përgjegjësi e ti? Po spitali është asnjë. Pra, në këtë aspekt duhet mendoj unë që duhet diskutuar në këtë aspekt. Ndërsa për problemet që ka ky, për ata që thotë Morgu se janë ke puna, është një e vërtetë ajo punë që nuk bëhet fjalë. Nuk i ka fajet ky se ky tash erdhi. Ky ti shtrëpoi di unë burr. Po unë i njoh gjithë aty në punojës vetuj, edhe e di se sa punojnë. Po mirë. Nikolin, mos i hek kësaj punet se
Po unë t'i thëmë emna, po nuk ashtë veni mërbur, unë i njëf. Do t'i thëmë mrapa mërbur, se unë t'i thëmë shtu sa, turp. Se me të thanë se, më falë, ky zotnia, ky që ditën pinë, e në arrejt tapë, ky shërë dhe të bojë. Që punë e për ky? Po e lanë këtë pjesë. Mi më mirë. Ore, unë jam të thënë një realitet. Unë që të mendim kam, lidhur me projektin, unë jam mendimit kundra. Tjetë drejtori, tjetë në mirë ditë. Të rrije drejtoria u i sjellë si të mirë ditë. Ketë një drejtor, shumë mirë, varet nga bashkia, por nuk varet nga Kina që të shkruaj 5 herë, e kur të viri puna, në gjëse të t'ja gjojnë makinë këtari bashki. Se nesë s'kam për t'i lanë as makinë, as një gjonë ti. As një gjonë. As një kompetencë, ja për të thamë unë, as një kompetencë. Po nuk kam për t'i lanë as një kompetencë, më bu. Nëse ti nuk e njeh si bashkim për në emra. Në qoftë se qeveria të dha ministrit, i shkojnë 36 drejtora, ta shto për pas 12. A kupton, në dhe ata kanë për të vetës ata. E shopin nga kupi e shillit, nga gruga shqipit ata. Nuk shqipit nga gruga shqipit kupa shillit. Ata janë ratos, për janë majos, se bon 3 mandatet, janë anej, nuk ka ne, dhe thot, që të më shqetsoje tu arë një, ik merë ma ta, ika merë zot ma ta, se kështu le vizim dore në thot, se na i kim provu, na 70%, na do Sandri, ti, një ka unë, këtë i kim provu ata se që të punë tira. Flasë për ta tjerë në shtyre, ne leka ka fillu, po le që kam pa u shpesu, në kam pas direkt ma të se kam pa për të lesht, Asa kam pyt në nëndeme. Vesh Tiran, jo për kërëtve se kam pyt. Shnet. Jo se kam pyt për kërëtve. Shkot për një propozim si antarëkshiri, edhe Nika, edhe kushdo qoftë do të na kuptojnë në këtë debat, sepse në fakt u i pishëm ka një rëndësi të veçantë. Ka të bëjë me shtetin e popullatës, pavarësisht si e marrim, se marrim ne, është përgjegjësia e gjithë secilit, jo vetëm e imja, po kujtdo qoftë për ujin e pishëm. Unë do kisha një propozim për sa i përket kësaj pike. Unë them që t'i bëjmë një analizim të mirë ujësjellësit në mbledhjen e ardhshme, të analizojmë gjithçka problematikat, dhe që ka problematikat se dihet ujësjellësi se nuk ka bërë rekonstruksion, i kanë tubacionet e 50 vjet janë të prishura, është e vërtet, janë amortizuar gjithçka. Po me çfarë dim gjithë, ne presim që të vijë faza 2 e investimeve. Po, të vinë edhe mi propozim këto, si që kanë në bordja, si që kanë këto, edhe me shtim të pagesës, jam krejt dakord, vjeri me propozim shto të pagesa, po unë jam i mendimi që përqendrimi ta maje bashkia, masalshoje këtë bashkia, se ne do përfundojmë keq e ma keq. E duke mbështetur plotësisht për ato që tha Nika, unë për të them edhe nga ana shtetësore. Ne jena me drejtori rajonale, nda shtetësia në zharësimi. O zotni, me marrë një vërtetim ka përçu në Shkodër, tek unë. Nuk kena mundësi mu as me fut janë punë, as me të një prej punë. Mu as ta lëshojmë. Leta ngrim çmimin e ujit, ai ka krejt drejt. Leta shofi dhe strukturën atje, s'ka pse mi maj ndoshta. Ta diskutojmë këshillo, të marrë ata si e punën, të bëhet puna, e të ecjet përmirësojmë situatën e ujësjellësit. Uji ka bën mirë dita. Ka ujë. Dhe u garantoj se rrinë të shku të mush ujë më krëj. Uji i qytetit Rrshenit është uji me të gjitha standardet për të konsumuar nga njerëz. I bët analizat pak dhe i qytetit Rrshenit 7 pika çdo ditë, dhe Robiku çdo ditë. Robik Rrshen është i kontrollueshëm. Kam një bashkëpunim mirë me ujësjellësit. Po pra dhe, jo, del në Barxhana këtë në këtë di. Uji i Barxhanës nuk është i klorifikuar. Pra ne ma mirë të bëjmë një analizë të hollësishme dhe me më pyet mu ujësjellësi nuk e shojmë atje. A kena forca, s'kena forcë, ne me maj si këshill, bëjmë çmos apo në tjetër e punë. Po mirë nuk është për asnjë. A mirë të vinë, edhe Nikolini të vjeri i përgatitur në kuptimin e asaj se jo s'di, po mi informacion info të gjithanshëm gjithçka për ujësjellësin, edhe me projekt për rritjen e çmimit, se duhet vërtet të rritet çmimi. Duhet të rritet çmimi, se është jena ujë drita, se shkosh jashtë shteti sot vëlla veç ujë drita thot, fikë dritën thot, ish prizën për dushi thot. Dash Greqi, dash Itali, kudo se janë gjëra që duhet jena me realitetin.
Po, edhe ati t'japim për kraj, po të sot jam mirë. Po e qumë në lesh, u garantoj se kur t'vjeri fondi atje, do të ndajnë pas popullësisë ato. 70.000 banor, tha ka lesha, i 70, lashi sa ka rësheni? 5.000, hajt jebi, e për sot 2 vjetë. Do ngelimi ma keq se jena. Se atu vërtetu me tjera. Faleminderit. Faleminderit. Po, Aleksandr Lusha. Faleminderit, unë i bashkohem gjithë diskutuesve. Në të vërtetë, shoqëria e Yllsjellësit është ndërmarrje në varësi të bashkisë, me pronar Këshillin e Bashkisë dhe kryetarin e asamblesë që është kryetari i bashkisë. Unë nuk i vefaj drejtorit të ri, por sot do të kishim një relacion shpjegues në detaje për gjithë problematikat që ka Yllsjellësioni. Që ka problematika, njëkohësisht ka dhe resurse. Ka kapitale ose nuk ka. Gjithë problematikat do të ishin në një relacion që Këshilli Bashkiak do t'i kishte shumë më parë, disa herë, sepse ne jemi ata që marrim vendime për këtë shoqëri dhe ne jemi pronar të lishëm në udhëzimin dhe në ligjin e Yllsjellësit. Të lutem. Tani, ne nuk dim se sa është burimi i ujit që ne kemi me rrjedhët lirë, sa vjen në furnizimin e Yllsjellësit, sa shpërndahet, sa rktohet, sa ikën bosh, sa lidhjet palishme ka, dhe shumë problematika që nuk janë faje, po janë diskutime. Ne kemi një bord drejtues të ngritur nga Këshilli Bashkiak dhe kryetari i asamblesë, që aty merren vendime, bëhen diskutime, bëhen mbledhje, du t'i sillet relacion. Kemi një audit të ngritur në Bashkinë Mirdit, që auditi i bashkisë bën kontrolle të paktën një herë në vit. Dhe këtë kontroll auditi du ta sillë Këshilli i Bashkisë që nuk e ka sill asnjëherë. Prandaj i lutem drejtorit të ri të Yllsjellësit, bordit drejtues, të na sillin në detaje shpjegime për këtë Yllsjellës, sepse unë si Aleksandr jam shoqëri aksionere aty ku punoj, dhe në të vërtetë shoqëria e Yllsjellësit, shoqëria Postës funksionon me të ardhura dhe shpenzime. Ne du ta dim sa të ardhura mblidhen në muaj dhe sa shpenzime. Ku jemi në bilanc, sa humje kemi. Dhe në të vërtetë që një drejtues i zoti, një mirë menaxhim i asaj ndërmarrje, aty prodhon dhe gjeneron të ardhura që i shkojnë bashkisë, që i shkojnë në të mirë qytetarëve. Abuzimet dhe problematikat që janë aty, ne nuk i dim, jemi pronar pothuajse kot në letra. Prandaj unë du ta falenderoj për një projekt tillë që e sjellin për diskutim, absolutisht nuk jemi koshient asnjë prej nesh që ne të marrim një vendim me sy mbyllërzi për një çështje të tillë. Faleminderit. Kërkoj relacion shpjegues në mbledhjen e ardhshme. Pika funi që e kam shumë marak të fund. Unë e kërkova vërtet atë relacionin shpjegues që tha Leka, kërkova dhe unë, po në radhë parë unë them që si do që të viri relacion shpjegues, në rast se ne do ta largojmë nga vetja, ne kena minus për vete. Kështu që unë kam menimin, ky projekt vendimi siç është, projekt vendimi për bashkim, ta hedhim votë dhe ne ta kundërshtojmë bashkimin. Pastaj relacionin ta kërkojmë. Ne ta votojmë që s'do na bashkim, ne do na me maj vetë. Ky është menimi im dhe këtë ja u propozoj gjithë anëtarëve të Këshillit. Ta është mirë e gjithë secilit miritor kjo. Ne ta përjashtojmë si projekt vendim, nuk jena dakord. Pastaj se ç'a bëjmë na si ta kena këtu ndër vete, pastaj nika i lojmë dhe kohë përgatitet me relacion, me gjithçka, nxjerrë kostot siç tha dhe Leka. Sa shpenzime, sa harxhime, sa grumullohen ka, sa debitor ka, sa lidhjet paligjshme. Vese diçka ju garantoj, vetëm uji Rrëshenit në pompat që merret sot tek aty, është për 30.000 banor qytetin e Rrëshenit furnizim. Ta kemi me shkencë. Nika besoj e di, po janë shpërdorimi gjithçka. Pa është pikërisht pra, pa sa lidhra janë aty. Kështu që ka për 30.000 banor qyteti Rrëshenit veç një aty ku morëm ke pusi shpimi që kena aty. Po të mrena për mrena, po bëm gjithë, mbështetje dhe të Yllsjellësit, dije se ne e arrim suksesin. Po ta votojmë shta se jena kundra bashkimit se do ta vujmë gjithë.
u garantoj do ta vuj gjithë populli nëse ne do bashkohemi. Me që na kanë sjellë për bashkim, s'do na mund bashku me to. Kaq kisha. Ma unë propozoj ti të vot për Nivelini. Kërkesa ka nga Ministria dhe sot ju duhet merrni vendim nëse e autorizoni kryetarin e bashkisë me lidh marrëveshje ose jo. Ndërsa to që tha Leka, Nëse opinioni jo si drejt kushtishës në këtë moment kam konflikt interesi, e shpjegoj Nika shumë mirë. Ajo kuptohet përderisa do jetë një drejtori rajonale, këtë do jenë sektor, do jenë deg, do jenë drejtori, kuptohet ajo. Edhe një që është më e kupton, drejtoria do jetë atë ku janë aksionet të mëdha. Dy bashki tjera do jenë deg, siç janë OSHE-ja. Por ju do merrni vendim. E autorizoni kryetarin, nuk e autorizoni. Faleminderit. Por këtë që kërkuat, mbani një kërkesë dhe përgatitni. Atëherë, për çmimin, dy mendime kam unë. Unë spari do ta falenderoj Nivelinin si administratori i sjellësit, sepse për periudhën që ky ka ardhur, kemi një shtim të furnizimit me ujë të qytetarëve. Dhe jo me 1 orë, me 1 gjysmë ore, me 10 minuta, por me 7-8 orë. Dhe pa i qu asgjë shtesë buxheti, asgjë vetëm përkushtimi, pra u tregua ajo që është mundësia të furnizohesh popullata me më shumë ujë. Po jo je dakord, po të paktën mbas ardhjes tij ashtu 7-8 orë konsumi ujë i vazhdueshëm. Mirë është që ne të shkojmë te 24 orë, nuk bëhet fjalë dhe mundësit janë tani për të shkuar. Për sa i përket për vendimit, unë të nderuar këshilltar, në radhën e parë ju propozova për shtyrjen e kësaj pike të rendit ditës me synimin për t'i dhënë kohë bashkisë, jo për të gjetur rrugën më të shkurtë për të hequr përgjegjësitë e veta për të mos e pasur sjellsin, por për të na sjell argumenta pro dhe kundra këtu në këshill, pse duhet ta bashkojmë ose pse nuk duhet ta bashkojmë ne ujësjellës kanalizimet në nivel rajonal. Këtë bashkia nuk e ka sjell dhe ka pranu rrugën më të shkurtë ta heqë qafet, meqenëse sepse e kam sigur në qafë dhe s'mund të shërbejmë. Pra, ne duhet na thotë bashkia, ka mundësi bashkia ta subvencionojë ujësjellësin, të nxjerrin herë sa duhet subvencionu dhe për sa mund ta subvencionojnë. Se unë di që bashkia ka dhe borxhe pa shly ujësjellës kanalizimeve, pa lema pastaj të flasim për subvencionim të ujësjellësit. Kështu që unë mendoj që këtu duhet një analizë shumë më e gjerë, shumë më e sakët, në mënyrë që këshilli të marrë një vendim. Sepse ajo që tha Nika nuk është vetëm për OSHE-n, ajo është për spitalin, është për shërbimin publik, është për OSHE-n, është për zyrën e punës, janë të gjitha institucionet në Bashkinë e Mirditës bisht të drejtorive rajonale. Pra në vend që ta afrojmë shërbimin, ne duhet ta shojmë shërbimin lesh, që të na shërbeje lesha për të na dhënë ujin ne. Kështu që ky ka qenë synimi im që e kam shtyr se ne mund ta votoshim edhe radhën e parë, se vetëm këtë kartonin kemi më ngritë, se nuk ka në investim të madh për ta kaluar. Prandaj unë me këtë synim, bashkia nuk e ka bërë këtë, me sa duket dën rrugën më të shkurtë, ta heqim qafet. Edhe unë ju bashkohem mendimit edhe të Nikës edhe të Sandrit dhe me sa shoh të gjithë këshilltarëve, ne ose të mos e kalojmë fare edhe ta shtyjmë të na vinë argumenta, ose të votojmë propozimin që u bë, të hedhim vot, se do hedhen vot propozimi i bërë nga antari i këshillit, në vot hedhet nga propozimi i bërë në këshill, në sallë, pastaj hedhet i... Unë e ligjova dhe propozimin. E mirë është të votojmë për e fundimit të ashti si që shumë. Po them do të marrim një të mirë në rast se ne kundërshtojmë për krejt komunitetit e sidomos qytetarët të rishë.
është më mirë ta menaxhojmë vetë, ta kemi vetë, se pastaj këtë e analizojmë kur thash pastaj kena problematika sa të mbush për analizë. Rase ne do ta shtyjmë potencën ka vërtet do të tjetri për kamera. Nuk i livërdis kërkuj kjo punë që shtyhet. Mirë është votohet çtu siç është dhe mos lejojmë bashkimin. I kena faktet prezent. Është më mirë ta menaxhojmë vetë. Se do vim pastaj mbledhjeve tjera këtu do t'i thonë në Kalilit pse. Më falni për shprehjen për një poset turave të zeza, ndoshta s'do kena mundësi as me fut dhe punëtor, se su rifuzi punëtor të tëra dhe ky. Se s'ka stupë, s'ka zgjok të ne thotë do vjen nga lesha. Para ne do ju bosha një kërkesë dhe jera ndër Këshillit. Ta votojmë siç është projekt vendimi, pro ose kundra siç mendoni. Po, kjo unë jam për kundra, mos të votohet, po ky të hidhet në votë siç është. Se qa bëhet pastaj analizimi, i kërkojmë bashkisë, i kërkojmë gjithçka, se në fakt bashkia se e themet drejtë, ne e shtyjmë për këtë punë, e shtyjmë edhe sot vje prapë. Kështu është pa falshë, megjithatë janë gjëra që ashtu, po kjo ka mendimin të votohet siç është. Faleminderit. Ka kush ne? Atëherë unë po Simoni. Në qënë se unë sjellësi i Repsi, po dalim tek sjellësi i Kenani. Më e mikrofonin, kthej mikrofonin. Fillue nga data 1 qershor deri me 18 nëntor, Repsi është furnizuar me ujë vetëm 2 orë. Mandej 24 orë, 2 orë dhe 44 me 1 orë ujë në 24 orë. Atëherë ky kërkon rritjen e çmimit, që thotë Grasheni ka 13 orë ujë, 7600 lekë, Repsi 1 orë ujë, 7600 lekë, pra 6 muaj pa ujë. Çfarë mos e ka marrë ky? Tash jam se ky do të furnizojë kur të rrisë çmimin. E lam ta diskutojmë. Tashin nëse do bëhet ky lloj veprimi, nëse do bëhet ky lloj veprimi, janë harxhuar 46 milion lekë për një projekt. Po dakor. Atëherë ta mendoje burri ujë, të vjen me projekt të dije sa bën në ka, kush pagu, kush s'pagu, që ti dalë vlera. Dakor. Ka kush në gjatë tjetër? Atëherë është bërë një propozim nga dy këshilltarë, Nik Preni dhe Aleksandar Doda, që të miratohet lënia në varësi të bashkisë. Atëherë unë jam i detyruar që të hedh përpara këtë propozim në votë dhe pastaj do të hedhet propozimi i bashkisë. Kush është dakord që ndërmarrja e sjellësit jelet në këto bashkisë? Ne lëm me hik. Artonat? Ulli kanë Këtë shilë. po? Palë për palë. Sa? Pro? Sa? 17. Kundra? Kundra ka? Kundra? S'ka? Abstenim nuk ka. Atëherë, por ky vendim mbetet në fuqi për 3 muaj, kështu që nuk mund të merret më në analizë për që ta dimë. Atëherë, vazhdojmë me pikën tjetër të rendit ditës. Pika 3 rendit ditës. Kryetari i fshatit Mërkurth, të njësisë administrative Selit Zoti Luan Gjallëshej, ka kërkuar dorëheqjen nga kryetari i këshillit të fshatit. Kush është dakord? E kongratuar. Dhe e fundit janë edhe disa kërkesa dhe ankesa. E para një kërkesë është kjo që ne sapo e diskutuam me administratorit të ujësillës kanalizimit, Zotit Nikolin Kashorri, për ngritje të çmimit të energjisë, që e lam duke bërë një analizë, të bëjë materialin, një material analizë, së bashku, pastaj do të bisedohet me kryetarin e bashkisë, sepse këtë do të bie projekti do të bie me nga bashkia, nga kryetari i bashkisë, propozimi jot për rritje çmimit. Okej. Jo je dakord, ti je në rregull. Po vendim është ai, edhe dhënia e mendimit pasqyrohet në mendim, nuk mund të quhet mendim pa vendim këshilli.
Këshilli merr vendimin për të dhënë mendimin të rritet mos rritet. Ose masë. Ne mendojmë që të rritet në këtë masë. Siç e mendoni ju për ta punë. Por unë edhe radhën e parë kam pas tendencën përderisa qeveria po funksionon me fond të rezistencës, të paktën deri në qershor për shkak të rritjes së çmimeve dhe të krizës mbar botërore, unë kam pas mendimin që të mos kalojë gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, kjo të shikohet. Okej. Kështu që po s'ka rëndësi populli na njeh, populata na njeh direkt, sa është direkt, dhe ai thotë çat pinot që ne të rrisim çmimin, po ne po e sensibilizojmë edhe nëpërmjet kësaj mbledhje këshilli që do shkohet deri te rritjes së çmimit të ujit pishëm. Prefekti i Qarkut ka sjell një raport për verifikimin në vend të ligjshmërisë së akteve me natyrë normative në bashkinë Lezhë, Kurbin dhe Mirdit, ku ne s'kemi pas asnjë problematik. Kush dëshiron që për ta pa këtë material, për ta lexuar këtë material, e ka tek sekretaria e Këshillit. Te sekretari është një kërkesë e Gzim Hasanit. Për tërmetin, po duhet të teritoria juridike, është në shqyrtim, është një kërkesë e Marte Kolës për përgjegjës ndihmës ekonomike, për ndihmë ekonomike për familjen që i vdiq djalin nga pyetja në ujë. Në fond, Vladimir Laskës, i është bërë kërkesë kryetarit bashkisë dhe Këshillit Bashkiak të shikohet për mbledhjen e ardhshme. Dhanë një ndihmë sa tjetë e mundur. Po pa pretendim nuk morrim dot. Po pranoj pra drejtoreshës po ja themi ne që në mbledhjen e ardhshme të sjell projekt vendimin, po nuk mund ta bëjë direkt tani nga një kërkesë po mos të harxojmë kohën këto Mark, tani se edhe këta janë Ti propozo Unë nuk e kam të kërkesë, shumë mundësi financiare, po projekt vendimi. Po pra, po në mbledhjen e ardhshme Po ja tani vjen këtu në Këshill. Kur ka ardhur? Por ka vizhat ku ka ardhur të lutem. Se ka para dia. Po, ka. Si ska shumë ke financat për një javë? A do të për një javë që shku në Amerikë, që shku shpinë e barë. Marko, e rëndësishme është që kjo kërkesë të merret parasysh. Të lutem, poshtë ky zotëria e postë se di. Shpinë e barë me mamon në para një javë, i kishte vërejt bajtë. Si pasaj shku tani prit, zyre shërë dhe të gjyra. Marko, ti di shumë mirë rregullat, se kjo do të kalojë te teritoria e financës, nga teritoria e financës te kryetari i bashkisë, do ketë një konsultim, do bëhet një projekt vendim, do sillet këshill, do miratohet projekt vendimi dhe do kalohen. Prandaj do të kalojnë gjitha këto procedura dhe do merret në konsiderat. A ulet këshilli, ulet administrata, ulet kulta. A da shqetsu Shqipëria dhe, jo Shqipëria pa shqetsu edhe globi ku shka një. Tani Mark, nuk kemi përse ta bëjmë, përse t'i bëjmë kësaj pune kaq sepse për të qenë realist, nga Bashkia Mirdit janë ndihmuar të gjithë personat edhe jashtë kësaj kategorie të familjeve që kanë qenë në nevojë. Dhe nuk është kursy bashkia për të ndihmuar personat të cilët janë në tilla nevoja. Kështu që s'kemi përse ta bëjmë kaq. Po tani lidhjen mund ta bëjmë shumë më shpejt dhe të vijë.
Okej, dakor. A kupton që me përjetu. Ata që ka përjetu këtë lloj shqetësimi, familja di më mirë se kujt. Tani kemi një kërkesë të qytetarit Nikol Nikolli nga fshati Fan, jashtë djeg një pjesë e Kolluzefi. Era zjarë në pronën dhe janë djeg hortikulture pajisje. Me sa di unë, me sa kam informacione nga drejtoria e emergjencave, kë nuk përfiton, se përfitojnë vetëm nga djegja e shtëpive. Megjithatë, bashkia duhet merri grupin e punës për të bërë verifikimin e dëmeve. Urda? Jo më është tje, ka razjarë. Po, atjetër. Shohim që ka gjithë. Flora, keni një kërkesë, Flora, tutën, nga Gazvend Marku, që nuk i është pagu djetë. Nuk i është pagu një djetë. Kanë marrë 2 personat tjerë që kanë qenë në trajnim. Që ishte kjo? Është një Gazvend Marku. Përgjegjësia e auditit. Përgjegjësia e auditit. Si masati. Pse ka thonë këshilli? Jo ka drejtu këshillit edhe kryetarit bashkisë. Kemi një kërkesë nga për verifikim ankesën nga zoti Nupreng Loj, fshati Mashtërkor dhe Qok Bib Marku nga fshati Blinjisht për çështjet e rindërtimit. Që i kalon zyrës juridike. Është një njëjtë, domethënë ky është materiali. Po. Atëherë këto ishin Jo, po, se kemi në do ankesa nga qytetarët. Po. Para 2 muajsh kena bën mbledhje për këto ankesat e rindërtimit të tërmetit. Ankesat kanë qenë disa familje, kanë qenë një shtëpi, për shembull, dy lagje familjarësh në një kat ose në një kull, jo në kat parë, në kat dytë, ose me 2 dyrë një shtëpi. Ka qenë shtyr mbledhja për shqyrtimi i përindërtimit, për prishjet e objekteve, për këtë arsye që verifikohen një herë sepse komisionet verifikuese kanë bërë shumë gabime, në fakt, me thënë drejtën. Se kanë qenë të dukshme 2 familje, një shtëpi të ndame, njëna ka marrë, tjetra jo. Ashtë për shtëpia, njëna ka dalë mohane, tjetra jo, kanë qenë antarët aty. Nëse ato si mos ta zgjasim atë. Ato janë në verifikim, ne kemi marrë vendimin në mënyrë që të mos prishen shtëpiat për të hapur rrugë. Janë prish. Jo, s'janë prish shtëpia. Ato nëse janë prish, keni shtëpi në Tharri, ka ardhur kërkesa qysh 3 muaj para. Jo, s'ka mundësi tjetë prish. Po. Ai ka qenë në shtëpi, më një shtëpi. Po do morri shtëpinë atë. Do morr shtëpinë. Qofsa prish do morri shtëpinë. Jo është. Qofsa jo është. Shtëpi pra nuk përfiton sa është jashtë sistemit. Ta hedhin në gjyq. Qofsa është jashtë sistemit. Ta hedhin në gjyq qofsa është. Po, çfarë do të bëjmë ne disa herë? Edhe po pra kanë qenë 4-5 raste. Ne pranoj morëm vendimin në lidhjen e parë. Që këto E kam Zgjedhor i vitit 2021 nuk ka kalu qiraja dhe bonusi qira. A ekziston kaloj muaj? Pa hipi. Ka në shumë të lehtë. E keni drejtë kushte, muaj votor, i 2021 nuk ka kalu bonusi qira. Ku janë lehtë? E di nëse të e di për ti. Ta son pa bë. Ja, kam unë. Pagesën e bonusit të qirës të tërmetit, bëjmë bazë një projekti që mbje zyra urbanistikës, që është edhe zyra e strehimit.